është bërë me dije se Kongresi Amerikan ka sugjeruar që së shpejti do ketë non grata, pra një valë e dytë non grata, ndaj politikanëve, oligarëve të korruptuar në Shqipëri. E gjithashtu, Kongresi Amerikan i ka kërkuar SPAK-ut që të hetoj akoma më shumë tender atë që kanë lidhje me Akshin, me Keshin, me OST-n, e gjithashtu të hetohen edhe ndërtimet e kullave në Tiranë dhe po themi dhe rezidencat bregdetare që janë ndërtuar në jugun e Shqipërisë. Për të folur mbi këtë lajm të rëndësishëm, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin Zaqi Islami. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën. Edhe faleminderit për ftesën, po ajo që është shumë e rëndësishme ajo është një vrim në ujë. Pse avokat? Sepse thash është një vrim në ujë. Sepse çdo që thot Kongresi Amerikan, këtu i stopon Bashkimi Evropian dhe Edi Rama. Dhe ato non grata që do shpallin ata kujt i hynë në punë. Përse më hynë në punë mua si qytetar? A mi kthejnë dot $1 miliard që do të shkaqsuar Edi Rama në Turqi për aeroplanin e tij? Pikërisht ndër të tjera thoshte i Kongresi Amerikan që të sekuestrohen asetet e personave të korruptuar që SPAK-u i do jetoj. Vetëm ajo po të bëhet jemi në rregull me Kongresin Amerikan. Mirë po këtu Edi Rama nuk i bën ato, nuk i lejon ato punë. Avokat nëse do Amerika? Ata të Amerikës e kuptojnë që këtu duhet qëruar Edi Rama apo se kuptojnë? Se unë nuk i marrë vesh ata. Ata thonë, si tha njëherë bjem dhe njëherë pas shoh që tha. Çish kjo do shpallim non grata, do të bëjmë atë, do të sekuestrojmë. Ore meri futin burg. Merë vëlla arrestoj që janë mbushur ato zyrat me dengje të mëdha, me dosje dhe me prova korruptive të tyre. Çish kjo do të shpallim non grata. E pastaj se shpallim non grata, kujt ju prish puna? Kujt ju prish gjitha? Askujt. Avokat, edhe do arrestohen, jo vetëm non grata. Zotri, arrestimet duhet fillojnë nga Edi Rama. Se Edi Rama ka ndoshta kjo është një taktik që arrestimet të nisin nga zyrtar të mesëm, të lartë, pastaj shkohet në nivele më të larta të qeverisë shqiptare. Po që pengon të arrestojnë hajdutët, pa më thoni ju? Jo është zotri, jo. Kjo është strategji e SPAK-ut, avokat, nuk e ndërtojnë në strategjinë e SPAK-ut. Edi Rama ka Sorosin dhe ka Partinë Demokrate Amerikane në mbështetje të plot të tija. Dhe Kongresi Amerikan nuk ka që i bën Edi Ramës derisa ka ata demokratët në Kongres. E pse nuk ka çfarë i bën avokat? Përderisa vendimmarrjen e merr SPAK-u. Se po të kishe çfarë t'i bën, do të kishte bërë deri më sot. Kemi të paktën 4 vjet të fundit që themi SPAK-u do bëj atë, SPAK-u do bëj këtë, SPAK-u ka bërë një vrim në ujë. Avokat, kemi qenë bashkë, kemi diskutuar shumë kohë dhe shumë gjatë edhe veprime që ka bërë Amerika ndaj Ramës, ku edhe e ka izoluar dhe ju keni qenë që keni thënë që nuk shkon në Amerikë, nuk takon zyrtar të lartë, është shpall non grata dhe kjo nuk është gjë e vogël për një krye shteti, avokat, për një kryetar shteti. Kjo nuk është gjë fare në lidhje me ekonominë e Shqipërisë dhe me të ardhurat e shqiptarëve. Kjo nuk është gjë fare në lidhje me boshatisjen e Shqipërisë. Kjo nuk është gjë fare në lidhje me prodhimet bujqësore shqiptare. Nuk është gjë fare në lidhje me subvencione që duhet të bëjë shteti bujqëve shqiptar. Nuk është gjë fare në lidhje me importet e artikujve të helmatisur me hormone edhe me 500 lloj helmesh, siç ishte mitri i ardhur nga Serbia, siç ishte qumshi i kontaminuar i ardhur nga Serbia. Zotëri, këto duam ne të zgjidh Kongresi Amerikan. Avokat, as Roma nuk u ndërtua për një ditë, avokat. E disi është puna, këto mos më thuaj mua, se këtu kemi të bëjmë me gjëra flagrante. Këtu kemi të bëjmë me jetën e një populli të tërë. Këtu kemi të bëjmë me boshatisjen e një shteti të tërë. Prandaj ju lutem, unë mbaj përgjegjësi për ato që them, qytetarët shqiptarë më dëgjojnë, nuk më duhet mua se i shpallin non grata Amerika edhe çapa sa për kiameti, ku pyesin ka për non grata, parat i kanë, pronat i kanë, bredhin nga udhëqepi,
Si vajte në Amerikë do vend në Evropë, çfarë më thënë? Çfarë? Po prapë, po me shpallin 9 grada të një kryeministri, pastaj hapi tjetër është dhe arrestimi se është rënja nga pushteti. Kur ta shpallin 9 grada zyrtarisht e Tiranën, atëherë do flasin. Tani nuk e shpallin ata, merren me këta biçeqet e vegjël. Jo zotëri, jo. Ju duket sikur nuk keni besim te politika amerikane dhe çfarë po bën Spaku. Shoh një stepje. S'ka për gjë. Të lutem, deri tani nuk ka bërë gjë në lidhje me këto që thash më lart. Pse avokat pak janë arrestime në Aksh, është arrestuar, po themi siç thuhet edhe në media, njeriu i besuar i Ramës, Ergy Sagasi, është arrestuar drejtoresha shumë e rëndësishme e Ramës, drejtoresha e Akshit. Po ministria dhe zvëns kryeministria, përse nuk arrestohen? Është pezulluar nga detyra, është në hetim, janë kontrolluar biznesmen. Jo më larg se sot avokat, jo më larg se sot kemi kontrollin e 3 banesave dhe zyrave të 3 biznesmenëve shumë të rëndësishëm në Shqipëri. Që janë emra që janë gati që ne kemi cilësuar edhe si oligark. Pra nuk është pse nuk po bëhet asgjë në pjesën e hetimeve, në pjesën e po themi kërkimeve, në pjesën e ndoshta edhe të arrestimeve. Dhe ndoshta ta janë hapa që po shkohet avash me qetësi, me durim, drejt një vendimi më të madh. Siç ndoshta mund ta lexojnë gjithë. Edhe të mbajnë qetësinë, të mbajnë dhe durimin, të vinë me i vallak këtyre zotërive, të rrinë ata të vazhdojnë të vjedhin akoma më shumë, të ikin dhe ca shqiptarë të tjerë, të vinë dhe ca ushqime me hormone nga Greqia dhe nga Serbia, të boshatiset dhe ca Shqipëria, edhe avash ka problem. Jo më zotëri jo. Jo zotëri jo, s'ka punë prava. Ore Shqipëria ka marrë rrokullimin, jo është në buzë të greminës, ka marrë rrokullimin, por rrokulliset. Shqipëria por rrokulliset, po ikën. A nuk e shikoni si shpëtim këto lëvizje që po bën Spaku? Zotëri, ato lëvizjet e Spakut janë aspirina. Nuk po arrestohet koka e korrupsionit. Pse Spaku dhe pse amerikanët lejojnë që edhe nuk bëjnë pyetjen, lidhur me Arben Ahmetin nuk bëri asnjë gjë, Dirama e la dhe iku edhe e përzuri. Pse se lëshon Belindën? Këtë pyetje t'i bëjnë amerikanët para se ta shpallin 9 grada. E more vesh. Pra, këtu është problemi thëmre Akilit me Amerikën. Pse nuk i kërkon llogari për Belindën? Pse nuk arrestohet Belinda? Avokat, ndoshta s'ka mbaruar asgjë, se do shpallë vendimi i gjykatës kushtetuese, do ketë hetime të tjera. Zotëri, pse ka 2 masa 2 qëndrime kryeministri i lidhur me zvendësat e tija? Pse për Arben Ahmetaj nuk bëri asnjë lloj kundërshtimi, ndërsa këtu na qaja na ulëre tani ai pa fytyra, ai bastard njeri që vetë thot po përplasen institucionet. Pse me Arben Ahmetaj nuk po përplasen institucionet? Ku ti thot ai? Po ai gënjen budallet janë në rrugë, jo mua. Zoti Islami në fakt doli një lajm që presidenti i Turqisë Erdogan i ka dhuruar një avion kryeministrit Rama. Jo më larg se partije, para 2-3 ditë se mos gaboj, në rrjetet sociale doli punëtori i Buqizës dhe tha turku merr çdo ditë 7 kg flori nga minerat e Buqizës. Çdo ditë 7 kg. Kështu që i ka dhënë një llamarin e Tiranës si kushton gjë Turqisë. Jo më jo, ata të marrin thelin të marrin pelin e të lënë një thel, një majgjipore. Ore, po na vjedhin të tërë, more, këtë e shikojnë kongresmenët amerikanë, e shikojnë partia e qeveria amerikane. Ne do t'ja themi, po atëre që shërbime kanë ata këtu, që kontrolli kanë, që ambasade kanë, përse nuk i t'i gjojnë këto lape që temi neve këto akuza, jo lape, lape kamenes, pse nuk i t'i gjojnë akuza tonë dhe të marrën masa. Jo më zotëri jo, janë ata që e më shtejnë dhe Tiranën dhe është Soros në Amerikë dhe thot kush doj për mua. Avokat, po nëse Amerika e godet Ramën, e shpall 9 grada, dhe Rama lidhet me Kinën, me Turqinë, me Rusinë. Ai ishte i lidhur me Kinën e me Turqinë, e keni gabim, jo lidhet. Ai kokën e ka në Rusi dhe në Pekin, në Moskën e në Pekin.
Po kemi ndonjë të dhënë avokat, ndonjë informacion apo? Vepra e tij këtë tregon, çfarë tregon? Kemi ndonjë Unë jam komunikim? Të lutem. Unë nuk jam zyrat e Ministrisë së Jashtme. As zyrat e Kryeministrisë. Po pra, po përderisa po themi avokat, përderisa po themi që ai e ka kokën në Pekin, kokën në Moskë, i bie që të kemi ndonjë analizë se pse po ndodh kjo, pra si e lidhim Ramën me Të lutem, analiza është e bërë, janë lidhjet e vjetra trashëgimore që la partia e Enverit dhe Ramizit. Ato lidhje janë, ato lidhje përsëritjen, janë shkëputur, për kunraz janë forcuar sa më shumë tani për arsye sepse është janë kundër njëri tjetrit Rusia dhe Kina me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kuptohet që këta do mbështeten atje ku nuk u kërcënohet karrikja. Dhe meqense Amerika i kërcënon karriken këtij banditi se po se s'ka faj ky mos i kërkojmë llogari gjithmonë Edi Ramës. Ore Edi Rama aty të lumt ke gjetur një popull idiot që nuk ngrihet. Hallall e paç orti. Orti bandit si hajdut. Hallall e paç, nuk të thonë gjë shqiptar të bjeru, se pak e kanë. Cila është shpresa e fundit e shqiptarëve? Të lutem. Edi Rama nuk mundot asnjë gjë pa ata banditët që ka rrethotu, grupi piramida që ka ngritur dhe e mbron policia e shtetit që të mos e qërojnë ta zhdukin atë në kryeministria. Po me mbron që ato piramidën po ja heq avash avokat, po ja heqin piramidën, po ja heqin njerëzit rreth e qark dhe po ngel vetëm në maj. Jo, po çka ka pushtetin e skeçipën, ka policinë me vete, ka gardën me vete, shko lëvizje. Hiqja të tërë po të shari dhe vetëm. Se ka gardën, ka dhunën, ka forcën. Po jam avokat, momentin që SPAK-u, gjykata e posaçme nxjerr një vendim, policia gardë është e detyruar për zbatim se. Kur ta nxjerr atë vendimin. Po presim. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit ty dhe për tonin, po. Absolutisht avokat. Kjo është analizë, kështu që kur më thoni që Amerika do t'i shpall non grata, më vjen për të qeshur edhe për të qarë. Se më avokat, ne kemi qenë këtu. Avokat, se po e nisi prapë debatin të zjarrt në fund fare. Po ne kemi qenë këtu që flisnim e thonim që nuk ka shanse që Amerika të shpall non grata Sali Berishën, nuk ka shanse të shpall non grata këtë, të shpall non grata biznesmen, të shpall non grata politikan. Nuk ka shanse që SPAK-u ta arrestoj këtë, ta arrestoj atë, ta arrestoj këtë. Dhe ja ku jemi, Berisha është non grata, është tjetër gjë parat, le të diskutojmë te parat, i flasim që është parat. Jo, unë diskutoj parat dhe ekonominë, nuk diskutoj non grata, se non grata më prish punë mua. Non grata i prish punë ati, jo mua. Unë diskutoj ekonominë dhe parat ku janë, ku vjen, kush i ka marrë, kush i ka vjedhur. Kjo më duhet mua si qytetar, nuk më duhet mua non gratat edhe pro gratat. Jo, do të ri. Avokat, do vi momenti dhe i parave, kështu që ne jemi duke pritur, presim çfarë ndodh. Dhe pastaj ne jemi këtu për të komentuar, nuk është se do ikim. Kështu që ka një përshëndetje çifutut. Pyesi njëri tjetër kur kontakt për këmbehen dy persona përballë njëri tjetrit. E pyet i pari, a erdhi, thot? I përgjigjet ky tjetri, po vjen. Dhe kjo ka 2000 vjet kjo shprehje. A erdhi? Po vjen. Edhe kjo puna e këtyrit, po vjen. Do ta presim. Pra, ne jemi me mësimet e çifutëve po ecim, edhe në Shqipëri po sundojnë çifutët. Ku do çifutët? Praktikisht ajo po ndodh. S'po bëhet asnjë gjë. Asnjë gjë. Fare. Non grata, thot. Po ku ti plasi për non grata? Pyesin këta për non grata. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Natë me mirë, faleminderit dhe unë.